Naim Frashëri, Histori e Skënderbeut, Kënga e Nantë. Në ato kohë, venetianët gjithë denë kishin zënë, e të detit të gjithë anët në dorë i kishin vënë. Pa dhe nga të Shqipërisë ca qytetet anës së detit ishin të Venetisë edhe në ditët të mbretit. Lek Zahari kish vdekur, që ish një prins i Shqipërisë, e Dajini kishte mbetur pa zot e në mes të zisë, që ish qytet me shumë hije dhe me gaz në mirdit, thoshnje kur nuk bie bukuria e tij në shkit. Aq i bukur ish Dajini, pa kish dëshirë ta zinte, po dhe Lek Dukagjini, që e kish fqinj, s'doj ta linte. Se më me Lek Zaharit zu udhën e marrëzis, s'deshtja linte shqiptarit, po ja fali Venetis, pa mbreti tham. Venetia sy në mes të Shqipërisë, se s'mbet shkret Shqipëria që t'i mbes Venetis. Venetia e kërkonte, u bë armik me njëherë. Skënderbeu nuk donte, puna ishte e përzierë. Kështu bë ngalje një plak e përgjunjur dhe e mahnitur, ndezi një të madhe flak me dorëzët të drobitur. Me Turqinë e me Sërbin e kish prishur Skënderbeu. S'doj ta prish me Venetin, pa po puna si pëlqeu. Po domosdo ta prishte, se vu këmbë Venetia, puna rrezik të madh grishte. Kish dëm shumë Shqipëria. Mbreti mblodhi parësinë dhe çelën e trimërisë, që e nderonin Shqipërinë për punët të Venetisë. Po pshehtasi erdh e zun venetianët të Dajin, ushtarët shumë vunë brenda në qytet të rinë. Edhe 13 të dërguan në luftëtar, e Danil Huriqivet ishte përmbi gjithë i parë. Në anët të Drinit qëndrojti ushtri e Venetis, fushën gjithë e mbulojti armiku i Shqipërisë. Kish italian, dalmat, gjithë bura luftëtar, të mëdhenj, të tresh, të gjatë, kombe shumë e shumë farë. Skënderbe buri vërtet dhe trima të shqiptar, 14 muarë udhën e mbarë. 5.000 me Hamzan e rrethua në Dajin, edhe 9.000 van e ka përcye në Drin. 7.000 ish kaloria, të hekur t'ishin të tërë, e 2.000 këmbësia po si pylli ishin bërë. Mojsiu ish mënjan me shumë të mirë shok, të gjithë burat i bran, trima për vdekje për kokë. Man teatrë Tanushi me 2.000 luftëtar, edhe Muzak Bardhushi e shumë burat të parë. Në mes ishte vetëm mbreti Skënderbet trime burë, pasoj e gjithë rëmeti që s'ishte mundur kur. Dukagjini me Uran me pak shokët të tjerë, ishin hequr mënjan e nuk ishin përzierë. Mojsiu mund të dalmatët me ata burat i bran, me gjithë shqeht e harvatët dhe doli më tjetër anë. Pas ati edhe Tanushi duke zhveshur jatagan, kalit i ra e jambushi dhe u fut nër italian. Ata me ushta i pritnë, shqiptarët shpatat shkull, edhe i pren e i shtritnë pa i bërë fare vrull. Mezi ushtrisë armikut e pa që anët u thyen dhe mbet në mes të rrezikut pa po erdhe u rrëmbyen, u derdhën mbi Skënderben si galat me sokollim, duke shtënë drejt i ven mbreti po si vetë ti mu hodh për mbi ta me shpat, të tërë e zeza i preu, më çdo herë 6-7, i pritte të vdekur dheu. Erdh uranë shqiptarët, nga vendi që patnë i çkull, pa i bënë byk barbarët, fjamur në mest e ngull. Po dalmatët u mblodhën që kishin marrë Aratin, mbi shqiptarët u hodhën duke mbledhur fuqin. Gjenë përpara Uran edhe Lek Dukagjin, që i pritën e i përndan, u dhanë prap Aratin. Atë ditë shqiptarët të gjithë armikët i shuan, vetëm pak nga të parët edhe Huriqi shpëtuan. Ishin dhe ca shqiptar me armikët të përzierë, punuan si të marë, po, të shpëto të mjerë,
nga gjithë ata tradhtor të kombit të Mamadheut, kishin rënë në dorë 2 të parë Skënderbeut, Andreu me Bolkathan, që ishin bërë me barbarët e godit në shqiptarët. Dukagjini deshti vriste edhe bashkë me Uran të hiq shpatën e t'i priste Andren dhe Bolkathan, pa u ngrit me vrap në shok dhe u der tek ish Andreu, po ati dorën mbi kokë i vu vetë Skënderbeu, edhe e shikoi Uran e i tha: "Edhe ti o burr, mos e nga Bolkathan, se këto si bëm kur, ne si kemi vrarë barbarët që i kemi vënë në dorë, e të vrasim shqiptarët, të prishim 2 të gjorë." U mblodht i tërë Rëmeti, i shikonte si armik, atyre po u thoshte mbreti: "Perëndije, s'patët frikë? Është i like i pabes ku shtradëton Mamadhen, e kombin, po s'ka shpresë se atë gjallë nuk e lën. Qysh u ndodhë ju të marë? Ju bët armik kombin tuaj, tek ishit shqiptar, përse u bët të huaj?" Kështu u tha Skënderbeu: "Mbreti madh, o jeti gjatë", tha Bolkathari Andreu, "bëm të madhe mëkat. Neve më s'duhet të rojmë me gjithë këtë të metë, kombin të tradhtojmë, më nuk jemi për jetë." Mbreti u tha dhe ca fjalë, ata shumë u mallëngjyen. Pastaj fajnë u afal, se të gjorët u gënjyen, pa të vërtetën e njohnë nga ajo që bën më parë, me gjithë zëmër u pendohnë dhe u bënë shqiptar. U kthye në Dain mbreti edhe gjithë ushtëria, po dhe si shtëdhën qyteti, ishte brënda njerëzia. Parësia e të tjerë thanë: "Tani më të shmënojmë, t'i hidhemi me njëherë, ta marim edhe të shkojmë." Mbreti u tha: "S'është mbarë që ta marim e të shkojmë, se ka brënda shqiptar, s'ma ka nda t'i luftojmë, ata do t'i maruria, edhe do të epen vetë. Pse të vritet njerëzia pa nevojë të vërtet?" Kështu tha mbreti, pa elan, pa goditur Dain, e pshuall, po siran, kur syen njerëzin. Mbren e Bosnjës Stefan për të ndihur Venetis, e remnë ca venetian edhe ju derdh Shqipërisë. Po Skënderbeu smënojti Marinon me Hamzan, i nisi dhe i dërgojti me trima për mbi Stefan. Me të arritur shqiptarët, mbreti Bosnjës u kthye, edhe iku me të parët, pa kësul e pa qërdye. Marinoja me Hamzan me burat shqiptar, gjithë Bosnjës anë ban i vun flakën e zjarë. Pastaj marinua lesh në zuri kundrejt Venetis, tu epte mirë rebeshnë në i derdhëshin Shqipërisë. Kur e mori vesh sultani që lëfton me Venetin, ju lëshua dhe Stefani, tha: "E hangra Shqipërinë." Nisi prapë Mustafan me 1015 dhe në Shqipëri u dhan luftëtarët të Simblet. Pas Skënderbeu Uranë dërgoi me trima të tjerë ta ndalonjë Mustafan, po në luftë të mosbjerë, pa i tha: "Të zini mal e t'i bënim të mënojnë, me vrap më dërgoni fjalë, po të zënë të luftojnë." Turqit e kuptuan shqiptarë që ish i pak, edhe më nuk mënuan, po u derdhë fillë flak, e muarë me rëmuj, si se pan ati e mbretnë, u nisë në drejt për në kruj, të zënë në krye qytetnë. Po arriti Skënderbeu, erë në fushët tek Shkodrini, u udhën armiku t'ja preu, duke ardhur nga Daini. La Hamzan atje të parë që e kishë rrethuar qytetnë, la dhe shumë luftëtarë dhe ca u nisnë me mbretnë. Venetianët e mësuan që erdhë ushtria e Turqisë, edhe më nuk mënuan, ju lëshuan Shqipërisë. Marinoja luftoi mirë, po se muare do të leshnë. Armikët të gjithu vdirë, Zoti i madh u dha rebeshnë. Po të tjerët, më tjetër anë hynë e zunë Shqipërinë, po si Karkaleci ran edhe la në vetëm hinë. Mbreti ishtë nda anët të Drinit, luftonte me Mustafan, venetianët Dajinit ju derdh e gjetë në Hamzan. Hamzaj e ndau ushtërin, një anë jashtë luftonte, edhe tjetra Dajin e rrethonte e se lëshonte.
Me 6.000 ishte mbreti, 4.000 ish kaloria, kundrejt gjitha ati rëmeti që kish dërguar Turqia. Lufta posa ishte ngritur shigjeta të vetëtinin dhe shpatat të ishin nxehur, gjak kërkonin në të pinin. Vdekje shkret rotull vinte, e zez edhe shëmtuar, në mes të luftës lëqinte, trimat ishin ashpëruar. Trim i turqet Karakushi, që ish një i pari Turqis, kalit ira e jambushi, doli jashtë ushtëris dhe thiri. O shqiptar, a ka në ushtërit tuaj një burë trime të parë të luftoj me të huaj? Këtu njihet trimëria, let të dalë, pa të shohë, një nga gjithë parësia, vete në etia ta njohë. Kështu thiri Karakushi, pa unë ngridhë shqiptarët me një gaz të madh tanushi, unis të dilë me të parët. Në mes të gjithë rëmetit, Maneshi po si fajkua, erdhë ju afrua mbretit. I tha, falë më lejen mua. Mbreti qeshi edhe mbajti, e i tha, rri ti tanushit. Maneshi si fajkua, si flaka vajti dhe ndenjë kundrejt Karakushit. I tha, më ngjan se gënjehesh pa mbure kështu si gratë, apo pa ndeh që të kthehesh edhe ta kesh për lëvdat. Pas kësaj i tha Maneshi, me çfarë më do të luftojmë? Ai fjalën nuk e deshi, i tha, s'duhet të mënojmë. Edhe një ushti viti me rrëmbim të madh armiku. Ky me mburonjët e priti, ashtu shpëtoi nga rreziku. Pa një shigjet i vërviti me të madhe fishëllim, në sy të djathtë e goditi ja bëri tepër te i vrim. Po si Rufeja shigjeta e mori në sy të mjerën, për një herë ju nxi jeta ranga kali kafshojterën. Qysh erdhe u ashpërua edhe mori me nxit mal, iku e u e gërsua, aq a ju i shkreti kale. E la të vdekur të zotnë, në anë të lumit arriti, hyri brenda bëri notnë, doli tej dhe hingëlliti, kur u mërgua nga lumi hodhi sytë e mori zall, dhe shkrefëtiti vrapshumi, po nuk e nxirte do të mal. Në Adrianopoj arriti duke ikur ditë e natë, ira derës e ingriti edhe e zun vaj në grad. Maneshi si zog i lehtë zbriti e kokën ja preu, me shpatë shumë të mpret, pa e ngriti dhe rëfeu. Armët e lara janë zori, e la të zinë të nder, kokën në dori e mori, pa u kthye burin djerë. Turqit u ashpëruan me trimëri shumë u hodh, e me zëmërim luftuan shqiptarët u përmblodh, pa u derdhe për e i përpin, i vran, i ther, i pren, i coptuan, i grin, i përhapnë u dhan dhen. Mojsi, o trim e pall, me sa trimëri luftove, nuk le armik të gjallë, u dhe dërmën e i shove. Mustafaj be kishte bërë një grusht florin ti ipte, ati trimi që ta zër Mojsin doj ta ripte. Ishte bërë vërtet beja, po zihet të vetëtima, mbahet në dorë Rufeja, munde në burat të trima, kur lëshoj vetëm mbreti me kordë të lartë të zhveshur, e hidhej si valteti kal i madh i bardh i qeshur, asnjë në mes të rëmetit nuk mundte të qëndronte, e kush i dil kundrejt mbretit, s'kish burë që të kuxonte. U bën stav të vrarët, gjaku rrifte si raket, u shuan gjithë barbarët, fusha erdh u bëkënet. Mbreti trim me luftëtarë aq me zëmërish më shtinte, sa gjaku nga kordë lartë gjithë një si lumë vinte. Na shuan, po ku jini, këta që qenë aq pak. Tha Mustafaj, as u bini edhe u derdh po si flak. Sy e faqe mës na mbeti, më që duam vetë hen. Tha, pa ju nis pas rëmeti, u derdh mbi Skënderben. Skënderbeu i rakalit edhe shumë u ashpërua, u bë si dragoj i malit, vetëm mbi gjithu lëshua. Kali që e njih Skënderben, u vërvit, por se astriti e mori në rdhëmbë frenë, armikët i mahniti. Mustafa Pasha u thye dhe gjithë ata që kish pranë, rëmeti i tër u të shye. Vendin sërish e lanë, po Tanushi me uran e të tjerë shqiptar, në anë tjatër u dhanë me rëmbim e me të sharë.
Pas Mustafaj erdhe u bëdyll, e pa pisk e zdis që të bënte, mbeti kaluar si shtyll, u udhë për të ikur zgjënte. Të shumë të luftëtar u vranë në luftë e ranë, Mustafaj me ca të parë nxuar armët e i dhanë. Mustafa trimi me pallë se mundi do skënderben, po u zu veti gjallë, të tjerët muarë dhen. Armikë plot 1010 në atë ditë ishin vrarë, e vetëm 308 kishin rënë shqiptar. U të shlodh një natë mirë se burrat ishin këputur, më nesret më të gdhirë fjala erdhi po si flutur. Edhe tha që venetianët e mbuluan Shqipërinë, u hap në më të 4 anët dhe u derdhë Midain. Pa mbreti dërgoi 3000 të zënë Maqedoninë, e në qoftë që të vi ta ndalojnë atje Turqinë. U lëshuan si rebeshi 2000 ishte kaloria, mi gjithë i parë maneshi 1000 ishte këmbësia. Me të tjerët Skënderbeu në Dain erdhi e zbriti, armik në zeza e preu posa dëgjoj se arriti. Venetiano, pritni lekë dukagjin, muzaknë dhe uran, tanushën e mojsin. U talë e shkreta shpres, andaj i ndih të Turqis, ja pat me të pabes, mbreti trim e Shqipëris. Venetianët të sqëndruan po ikën e u përhapnë, u frikësuan e shkuan si cili do mori vrapnë, dëgjuan në Skënderben që po vi i ashpëruar, s'ndajnë do të muarë dhen, me nxit e të frikësuar. Shqipëtarët pasuran dhe të shumët i arritnë, e të gjallë më silan, në terët për jetë i shtritnë. Me gjithë shokët Urani e kish bërë besabes, as këm prej venetiani në Shqipëri të mos bes. Ke vënë re kosëtarë që i hynë luadhit si flak, edhe korfët e fët bare pa e hedhë gjithë vëndak. Ashtu dhe shqipëtarët venetianët i shtun, i korë gjithë barbarët për mbi terët stavi vunë. Në Dain ata që mbyllë dalin me paqe me fjalë, ishin bërë si dyll, dhanë armët e u falë, i përsuad e shkuan dhe u hodhë për te i denë, në Veneti lëvduan shqiptarët edhe mbrenë. Pastaj qytet në Dainit mbreti burë Kordëlar, ja fali qele Mardinit që e kish far e fis Zahar. Pa e bëri dhe mirë Mardinë, mbreti mik edhe vëllam, me prens lekë dukagjinë të dashur e të pandam. Ushtëria e Shqipërisë mori plaçkë nga Turqia, se ushtëria e Turqisë kish marrë nga Shqipëria. I bëri punën si deshi e si qenë për të bërë, pastaj u kthye maneshi dhe luftëtarët të tërë, e mblodhi gjithë ushtrinë që ishtë ndarë me gjithë anët, e kish mundur Turqinë dhe Bosnjën e venetianët. Pa në mes të ati rëmeti të burrave shqiptar, u ngrit me gaz të madh mbreti Skënderbegu Kordëlar. U tha: Djemtë e Shqipërisë, më mëdhen e nderuat, me ndihmë të Perëndis nga armikët e shpëtuat. Ai që është tri me burr, e lufton për më mëdhen, nuk vdes kur për jetë e nderon vetehen. Ata vëllezrit tanë që u vran për Shqipërinë, emrë të pavdekur lan, gjithë bota do t'i din. Ndaj meje është i gjallë gjithnjë a y në jetë, që lufton si tri me pallë shpëton nder e bie vetë. I jam fale trimëris që më shpëtoj Shqipërinë, i jam fale Perëndis që ma dha nder e fuqinë. Me ato armët tuaj më mëdheu do të mbahet, kurrë në dorë të huaj nuk bie nuk ndahet. Kështu sa Skënderbeu. Shqiptarët thirë, roftë mbreti, kombi, më mëdheu, kurrë mos u varfëroftë. Pastaj u ngrit ushtëria me shumë të madhe buj, kalorie, këmbësia me gaz të madh erdhë në kruj. Prunë Mustafa Pashan e turq të tjerë që i zun, edhe shumë venetian veçan në shtëpi i zun. Mbret i mbante me të mirë dhe të lire me të frime, me të ngrëne me të pirë, me mëshire pa mundime. Parësi e Venetis i dërgoj ka nisje shumë, mbretit madh të Shqipërisë e një fort të madhe shumë. I kërkoj vetëm lirin në për Shqipëri të ketë që të bëjë një tregtin e të jetë mik për jetë. E lufta që u bë më parë pas këtaj le të harrohet, të jenë si fisi e farë gjithë puna të mbarohet.
Mbret i mirë ata i priti si miq e shumë i nderojti, u dha kaniski gozditi e të zënët i lëshojti. Parësi e Venetis pasandaj me të vërtet, ju bë mike Shqipërisë dhe Skënderbeut për jetë. Kanisjet që erdhë me barë, mbreti i madh, burri i vërtet, gjithë i ndau në ushtëtar e gjësendis mbajti vetë. Edhe fqinjët e pabes, Serbia, Bosnia, Vllahia, ju lutën e kërkuan ndjes, thanë, na vu marrëzia, nevoj atëhere e mësojti, pa nisi Florin me barë, Sultan Murat i dërgojti që se kish bërë më parë, pa dërgoj Ahmet Pashan që me mbrenë kishte qënë, mik e kërkoj Mustafan dhe të tjerë që ishin zënë. Mbreti i bëri gostin, e priti si të vëdhan, dhe bashkë hangër e pin, Grishi dhe Mustafan, dhe Tanush në Mojsin, Muzakën në Euran, Manesh në Edukagjin e të tjerët anemban. Turqit Ungrinë e shkuan në Adrianopoj e van, të gjorët shumë u gëzuan, kemi lindur sërish thanë. Florint i ndau mbreti i muar luftëtarët, pa pjesë asnjë nuk mbeti nga vegjëlia të parët. Po tashije sultan, ishte bërë si i mari, pa pyetur Mustafan të varfërin e vari. Shqiptarët fituan luftrat, emrin, derë, pa forcë shumë u gëzuan të gjithë burrat e vlerë, shpëtuan më mëdhen, i dhan derë Shqipërisë, lartësuan vetë hen para gjithë njerëzisë. Me gjithë botën luftuan, i mund në armik të tërë, i pren, i vran, i shuan, punë që më s'është bërë. Ata trimat që u vran për shpëtim të Shqipërisë, mëmat e tyre si qanë, van njatë Perëndisë. Me gjitha të trimërizë, me gjithë këta të mbarë, e me kaqë mirësizë, me ata bi shqiptar, Skënderbeu gëzua dhe shokët i përgëzojti, po sumbur e su luftua, vetë henë se rëndësojti. Me zëmrë shumë të qetë, lidh duart në kraharuar, pa thot, Zoti i vërtet, emri yt qofti luftuar. Shok s'ka pasur ai burr, edhe nuk do të ketë, se si Skënderbeu kur s'ka ardhur e s'vjen në jetë. Gjithët që janë në mirësit e të tërë trimërit, urtësit e diturit, bukurin e njerëzin, duke mbledhur me dorë gjithë tokë i kish përzierë, i kish tretur si dëbor, pa kish bërë këtë herë, trim në mirë Skënderben, Zoti i madhe i vërtet, që e nderoj më mëdhen, në mos ishe ai vetë. Naim Frashëri, Historia e Skënderbeut, kënga e 9.